Nevoja për të fituar diçka për të mbajtur ekonomikisht familjen ka bërë që shumë persona të merren në qytetin e Vlorës me rritjen e pulave dhe gjelave të detit, por edhe bagëtive. Kryefamiljari Estref Nezha, 77 vjeç, pavarësisht moshës, është njëri prej tyre i cili, siç tregon, për shkak të situatës të dobët ekonomike, prej 5 vitesh pas daljes në pension, merret me rritjen e shpendve dhe bagëtive. Nezha e përshkruan këtë punë si tepër të mundimshme. Që në Estref Nezha do të jenë 48. Sa ku ke që merresh kryesisht me gjela, pula, deti, por edhe me bagëti? Po bëj gati e 4-5 vjet. 4-5 vjet. Çfarë të shtyu të merresh me tokë? Po çfarë është mos nuk del pensioni, çfarë bëjmë? Si një nevojë për mbijetesë. Po çfarë bëjmë se ato kush e kemi? Sa ke sot? Sa pula, gjela, deti ke? Kam dhe 30 copë. Po bagëti? Kam e 3 kokë. Ku i rrit kryesisht? Ku i ushqen? Unë i ka shpitin a pylli foshte. Merresh çdo ditë me to? Është e mundimshme? Po, me mundim s'ka zje. Edhe buko krafos. Estref Nezha thos se mundimi i gjithë vitit nuk shpërblehet, për shkak se sipas tij nuk ka treg. Për të rritur këto shpend, i moshuari tregon se ka shpenzime, ku nga rritja e tyre thuajse nuk fiton asgjë. 77 vjeçari po se me këtë punë nuk ja del dot të mbaj familjen, edhe për shkak të halleve të shumta familjare. Tregu që kime e vështirë, se pas pati për atë jeti do janës, nuk ka që banë. Edhe ka ngellë marshatarë, kur vjen refugjat lëviz një qileku, kur zvinë, ne jemi, e leku jonës, la ujla e drita, ato janë të rrëv të kalojnë në durtë. Të leverdis ti shesësh me çmimin që sot me sa i shet ju? Unë ja ka pasaj me 10, po pak kam shqitër. Pak e shqitër. Po është pazari mirë për juve, ja u shpërblen mundin? Po, thosh, ne gjese kush e di me të madhë nuk ka, po sa përna që deri dhe në shpia, edhe të zje 5 lek, i put nuk i zje shpis. Nuk e justifikon fare atë që i rritë çdo ditë? Po jo, atë se merë do, atë kullaj atë, se imi ati më në kërështë e rogën të atë këtë pëzdele. Çfarë shpenzime shkam për shumë çdo muaj? Shpenzimin ata, mos themu po, a 200-300 gram i tonë misën ditë. Për ditë. Në muaj sa mund shkoj, posto? Po e lorit ati, në që ose 10 kokë, do 3 kile, vënë kati 90 klimisë, i kati kujtale. O, më ndalë dhe jek, po anë sa pënagi, dalë si moshatarë, shu, edhe ne i lek, po ngelli dhe ngelli s'ngelli. Nezha thos se mbështetje nga shteti për punën që bën nuk ka marrë asnjëherë. Shpresat i ka nga festat e fundvitit se mund të shes diçka, ku thos se ka marrë edhe disa prenotime, telefonata nga klientët që duan të blejnë, po shpreson se do të mbajnë fjalën. Ai thos se i dëmton tepër edhe konkurenca e huaj. Qa më shtetje e ti, edhe po pate blek të ri, ata vini registrojnë, ti lek nuk mërë dot, se i mërë e veta. Ke shpresë se mund i shesës të fund vit? Po kam i farë shpresë që ose vine i refugjatë që në për vit të ri, mund të shesë. Ke pronotuar dherë tani? Sa ke pronotuar në ka? Qa kam e konë 3 koka më. 3 ke shqitur dhe? Po ndoshta ndonjë njeri që të ka thënë për në vazhdim që do ta blej, ka? Do të blim, këtha një 3-4 vete po. Ka ardhë kohë, unë besoj dhe. Po ka hyrë turku. E dhe turk? Ka një Ju turku. dëmton? Dyzërmisht dhe dëmtoj e se në qo se ti të shesë me qmim, i qikë më strenjë që se i këtë më të mirë, se kur rriti me amone nuk ka shkirë. Numri i qytetarëve të Vlorës që merren me rritjen e shpendve dhe bagëtive nga viti në vit është në ulje për shkak të mungesës së blerësve dhe mbështetjes së pakët financiare nga qeveria shqiptare.